Në këtë libër, unë vetëm sa hy në tempullin madhështor të këngës shkodrane. Qëllimi im është duke bërë një trajtim të lirë të mënyrës dhe rrethanave që quhen në krijimin e këtyre vlerave të bukura shpirtërore të Shkodranit, dhe duke folur sa do pak për ata që i krijuan dhe i mbajtën gjallë ato, të nxjerrë në dritë një pjesë ndoshta më të rëndësishme të shpirtit krijues e fisnik të qytetit tonë të dashur, të Shkoderloces, për të ndikuar sa të jetë e mundur në pastrimin e shpirtrave tanë që aq shumë kemi nevojë sot. Të gjithë, të moshuar e të rinj. Historia e këngës në zamat një sajforie. Në tepe du të bëhen një dasëm, si ahengji ishin tëftuar, edhe hile i file se ndrek dhe jetë të pëshia. Rrugës së dolën në prit 3 vetë, një në Alban me të vëdhajnë e ri dhe një shok i tij. Largohu Hil, nuk e kemi me ty për më ndrekën. Hila e dinte ngjarjen që kishte ndodhur para disa ditësh. Ndreka ishte grindur me në Albanin në një kafe. Përderisa jemi bashkë keni dhe me mua, përndryshe na hapni rrugën e të shkojmë atje ku jemi nisur. Njerëzit e pritës nuk pranuan. Bën gati armët, edhe Hila e Ndreka nxorën kuburet. U vran 2 shoqëruesit e në Albanit dhe ky, duke mos pas rrugë tjetër ikën. Vrasësit u larguan menjëherë nga vendi ku ishin fshehur për mbrojtje dhe vrapuan drejt shtëpisë më të afërt të tepes. Deri në shtëpi se gjetën gjysmë të hapur, u futën brenda me rrëmbim dhe mbyllën fort të derën. U doli përpara një grua. Në besën tuaj, ne nuk patëm faj. Na ndihmoni, na fshihni, thanë të dy të shqetësuar nga ngjarja e hidhur. Ajo nuk dinte se ç'kishte ndodhur, por diçka i shkoi në mend, pas atyre krismave që kishte dëgjuar. Ngurimi i zonjës së shtëpisë nuk zgjati shumë. Erdhi i zoti i shtëpisë, ishte tepër i zymt. Me zor përmbahej që të mos shpërthente në vaj. U fut në obor duke tërhequr këmbët zvarr, me kurrisht përkulur, e kokulur. E shoqja me të bien i dolën përpara. Donin t'i tregoni se ç'u kishte ngjarë, por kur e pan në atë gjendje heshten. Pse është kaq i vrejtur, menduan. Ai ngriti kokën, drejtoi vështrimin e lodhur e të dërmuar nga ato dhe me një zë të mekur që mezi dëgjohej tha: "Na vran djalin gruam." Nuk ishte shtëbënte i shkrejtje baba. I kishte në shtëpi vrasësit. U kishin kërkuar bese, nuk mund të mos u jepte. Do të turprohej përpara gjithë qytetit. Pastaj ata nuk kishin qenë fetore, nuk mund të hakmerren ndaj tyre. Të maskuarat e veshur ndryshe, Hila e Ndreka arritën të iknin nga tepja dhe me një bark të shkonin në anën tjetër të liçenit Shkodrës. Hila në fillim shndroi në divan kurse Ndreka shkoi më larg. Prej divari, Hila i files vinte shpesh në vir pazar, për qenë më afër qytetit lindjes, derisa nuk lëvizi më prej kësaj qytetit vogël në veri të liçenit Shkodrës. Hila mërzitej shumë. Ndodhej larg qytetit të tij të ndaluar, larg shokëve, miqve të shumtë, larg gëzimeve të shpeshta me ta. Kur këndonin së bashku këngët e bukura shkodrane që në shumë raste ata vetë kishin krijuar, por ndjente gjithashtu dhimbje që ndodhej larg vajzës së tij të dashur, me të cilën kishte pak kohë që ishte fejuar. Asaj bile i kishte krijuar tekstin e këngës "Të duhem mori të duhem", muzikën e së cilës e kishte krijuar Palok Kurti. Kur kujtonte të gjitha këto trishtohej dhe ndjehej i dërmuar, krejt i humbur dhe i braktisur. Disa herë kishte ardhur fjala nga jati i vajzës për të vendosur që të kthehej. Disa herë ky kishte dërguar fjalë se patjetër do të kthehej në Shkodër dhe do të martohej me Danushën, por e pengonte kushti që i kishin vënë për të mos u kthyer, se përndryshe do ta vrisnin. Ditët e muajt kalonin e megjithatë e mbante gjallë shpresa se një ditë ai do të vinte në Shkodër. Qoftë sa më afërt ajo ditë e bekuar, mendonte shpesh ai. Por kaloi 1 vit, kaluan 2. Përpjekjet e shokëve e miqve të tij në Shkodër nuk po arrinin gjë. Mërzia po i shtohej gjithnjë më tepër. Mendjen e kishte vetëm tek ajo. I çonte fjalë që të priste, por nga frika se do të mbeste pa të, një ditë i lindi një mendim. Shpirti i tij për artisti, i nxitur nga fantazia e tij e shqetësuar, nuk mund të rrinte në qetësi. I zjenin për brenda ndjenja të fuqishme, i vlonte dëshira për t'i dërguar së fejuaris një kërkesë të fortë, që t'i trondiste edhe asaj shpirtin dhe ta binte se sa fort të donte. E këtë mund ta bënte vetëm me këngë. Ky mendim tashmë nuk po e linte të qetë. Si dhe i rrotull u bori të shtëpisë, shqetësohej, kërkonte, si të gjente zgjidhjen e duhur për hallin e vet dhe të shpërthente në një krijim të ri që
do të ishte një shfrim i papërmbajshëm i dufit të tij. Kishte zakon që kur krijonte tekstin e një këngë, të merrte një shkop dhe me të shënonte diçka në tokë. Nuk i dinte shkronjat, por kishte shpikur një mënyrë të vetën që me anë shenjash të ndryshëm të shkruante fjalët që vetëm ai kuptonte. Kështu veproi edhe kësaj rrallë, mori shkopin dhe diçka shënoi në tokë. Pastaj e fshiu për të shkruar diçka tjetër. Kujtoi ngjarjen që e kishte detyruar të largohej nga qyteti i tij i dashur dhe me zë shqiptoi vargun e parë. Në zamant një asaj furie dhe me njëherë pas këtyre fjalëve e vazhdoi. Deshta me dalë me drejt, fjala jote mori hyrie, mdali vetë. Syti në dritën dhe gjaku ju ndes fort. Kjo strofë ju duk se e shprehte mirë gjendjen e tij. Vërtet kishte qenë furie fuqishme, ngjarja asaj nate që e kishte detyruar të largohej nga Shkodra. E ndoshta të shkonte larg si shoku i tij, por e kishte ndaluar ajo, hyria. Për një çast e kapi një trishtim i thellë dhe nuk mundti të vazhdonte më tej. Megjithatë, të ndjenjë të trishtueshme janë poshtë kënaqësia që i lindi në çast nga puna e bukur që po bënte, e filluar tashmë për së mbari. Prandaj goja ju lehtësua, fjalët filluan të dilnin me një lirshmëri të tillë që as vetë nuk po e kuptonte. Ta dish hallin që kam. Ta dish se s'lapa të marr. E përsëriti prej fillimit dhe u kënaq. Mirë më duke se diçka po del, foli me veten. Ishte një premtim, një mesazh që kishte menduar sa herë në heshtjen e tij të padepërtueshme, në dhimbjen e mbyllur e të egër që kalonte ai çdo ditë. Fjala po i merrte zjarr dhe vrull të papërmbajshëm, prandaj e vazhdoi më me afsh premtimin. Ti ta dish moj bukuri se prej fjalet nuk të dal. Ndonse më dole ja dha ngji unë rash në hall. Foli përsëri me vete. Ja i premtova se nuk do t'i dal fjale. Po ajo nuk i dihet. Unë duhet t'i lutem të më mbaj fjalen e dhënë. Prandaj vazhdoi. Këqyr kur erdh përsëri zamani, behari vjen të e dal. Të lutem o moj sultan të më rish në fjalë. Dhe përsëri refreni i bukur, por pak i trishtuar. Fjalët të dish, i shpreh me zë më të përmallshëm. Përsëri bie në të shprim. I duket se koka po i ndize dhe po i merrte flak se gjendja në të cilën është futur nuk kishte rrugdalje. Në të gjithë qenjen e tij e pushton një ndjenjë shtypse, zemra sikur ju mblodh plot dhimbje që e bëri të dridhej të tërin. Ndërkaq, ka thësia e shpirtit i dolën fjalët e përmallshme. Unë i mjeri, unë i ngrati, Jeremi mu bah kjo jetë. Kur për mua nuk do vi fati, e s'di se kam me dal me drejt. Jo duk për një qast se po fillonte një aventurë e re mbas asaj që e kishte ndërprer. Por jo, aja ka vendosur se nuk do të shkoj larg. Kujtoj orët e shumta, kur rrinte në majën e shkëmbit të qytetit së Virpazarit, atje ku të tjerët me zor hipnin dhe nga ku hidhte vështrimin sa më thellë për të parë të paktën malet që rrethojnë qytetin e tij. Shkodrën, andaj nga ndodhej ajo. E mendoj mbylljen kështu. E gjithë dynjaja e mori vesh se unë ty moj duhem të marr, do t'i baj rigja ty tet, moj sultan. Edhe pse u shpreh kështu, nuk i shkoj as pak ndërmend se vitet e gjata të qëndrimit të tij larg saj, në mërgim, do ta bënin të pamundur bashkimin me të. Një ditë erdhën shokët për ta parë, ndërta dhe Palok Kurti. Ma ndigjoni këtë vjersh, Palok, i thot Hila. Paloka e shkroi ashtu siç ja tha ai. Bëri ndonjë ndryshim në praninë e tij. Kur u kthye në Shkodër, i kushtoi shumë vëmendje këtij teksti që shprehte aq bukur gjendjen në të cilën ndodhej miku i tij. E ndjeu dramën e Hilës dhe nga shpirti i tij i ndjeshëm prej artisti, u shpreh aq bukur në këngën Monument, ta dish ose në zamant një saj furie. Në Shkodër të gjithë këndojnë Isa Ali Bali. Në këtë libër